Ju enjten këmbët, me këtë recetë të bërë vetë, do i thoni një herë për gjithmonë lam të mirë. Ëndjet zakonisht shkaktohet kur mblidhet një sasi e tepërt e acidit urik. Ato kërkojnë kohë që të fillojnë të shkaktojnë ndonjë problem, prandaj shfaqet kryesisht tek të moshuarit. Ka disa pilule të cilat mund t'ju ndihmojnë ju në trajtimin e tyre, por ato janë të dëmshme për stomakun. Ne po ju paraqesim një ilaç shumë të mirë natyral i cili lufton të gjitha këto probleme që mund të shkaktojnë këmbët të ënjtura dhe dhimbjen e tyre ndonjëherë. Në fund, ju do të mbeteni të kënaqur nga rezultatet. Përbërësit janë një ananas, 2 lugë gjelle me shafran indije, 3 lugë gjelle me xhenxhefil pluhur, një rrënjë e freskët dhe e pastruar mirë xhenxhefili dhe gjithashtu një filxhan kafeje me lëng qershie, një lugë gjelle me mjalt sipas dëshirës. Së pari ju duhet të qëroni ananasin me kujdes prej lëkurës. Prijeni në copa të vogla dhe shtojeni në blender. Shtoni në të lëngun e qershisë, shafranin dhe xhenxhefilin. Përzieni mirë dhe vendoseni masën në frigorifer për 10 ditë. Pas kalimit të 10 ditëve, konsumoni çdo ditë këtë përzierje. Nëse doni një aromë të përmirësuar, shtoni aty edhe pak fare mjalt. Qëndrimi për një kohë të gjatë në këmbë mundet gjithashtu që të shkaktojë ëndje të tyre, por sipas ekspertëve, ekzistojnë disa metoda të cilat mund t'ju vinë në ndihmë. Shumicën e rasteve, ëndja është normale, por gjithashtu mundet që të jetë edhe një shenjë e një problemi serioz me shëndetin. Një sëmundje e tillë është edema, e cila kryesisht shkaktohet nga shtatzania dhe infeksionet në lëkurë, medikamente të ndryshme, hormonet, obeziteti dhe gjithashtu artriti, problemet me veshkat ose mëlçin. Ja se çfarë duhet të bëni ju për të mos ju ënjtur këmbët. Vendoseni këmbët në një enë me ujë të nxehtë. Pas 10 minutash, vendoseni në një enë të mbushur me ujë të ftohtë për 30 sekonda. Përsëriteni këtë 3 deri në 4 herë duke përfunduar me ujë të nxehtë. Çaji i majdanozit, një produkt i mirë për ëndjen e këmbëve është edhe majdanozi. Ju duhet që të përdorni majdanoz të freskët bashkë me farat dhe me rrënjët. Gjithashtu, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se majdanozi është një diuretik i shkëlqyeshëm i cili juve do t'ju ndihmojë që veshkat tuaja të largojnë lëngjet e tepërta nga trupi. Prisni mirë gjethet dhe rrënjët. Vendoseni në një kullojës dhe këtë të fundit vendoseni në një enë me ujë të valuar dhe lëreni të zijë për 5 deri në 7 minuta. Më pas, hiqeni enën nga zjarri dhe shtoni aty pak mjalt, limon ose xhenxhefil sipas dëshirës. Konsumojeni këtë përzierje çdo ditë në mënyrë që ajo të japë rezultate të menjëhershme. Para se të kryeni këtë kura popullore, konsultohuni më parë me mjekun, pasi jo çdo kurë vepron njësoj tek të gjithë njerëzit. Receta me mente. Në një gjysmë litër ujë shtoni 2 lugë gjelle mente të tharë dhe vëreni të zijë për 20 minuta. Pastaj, hiqeni nga zjarri, lëreni të ftohet dhe kullojeni. Në vazhdim, ruajeni lëngun e mbledhur për një javë në frigorifer. Aplikojeni në këmbë kur i ndjeni të ënjtura dhe njëkohësisht të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjethe dafin dhe një enë me ujë. Mbusheni një enë me ujë dhe hidhni në të edhe gjethet e dafinës. Vendoseni në zjarr që të vlojnë për plot 20 minuta. Më pas, largojeni nga zjarri, lëreni të ftohet pak dhe zhytni këmbët në të.
Mbajini për 20 minuta, më pas vishni një palë çorape në mënyrë që të mbani të njëjtën temperaturë edhe për pak kohë. Bëjeni të njëjtën gjë çdo ditë dhe kështu ju nuk do të ndjeni më probleme me këmbët tuaja. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë disa metoda natyrale që mund t'i përdorni kundër dhimbjeve në këmbë. Dhimbja e këmbëve është një problem shumë i përhapur i cili prek njerëz të gjitha grup moshave. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmojë gjithashtu me ndjesinë e dhimbjes së padurueshme. Dhimbja mundet që të prek të dyja këmbët dhe shkaktohet nga kontraktimet muskulare, lodhjet muskulare, ushqyerja e keqe, dehidratimi ose qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë. Shkaktarë të tjerë të dhimbjes janë tromboza, diabeti, artriti, varicet dhe gjithashtu dëmtimet tuaja nervore. Këtu ju do të gjeni disa kura natyrale të cilat do t'ju ndihmojnë të hiqni qafe dhimbjet. Kompresat e ftohta. Merrni disa kuba akulli në një peshqir të hollë dhe vendoseni në zonën e dhimbjes për 10 deri në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet t'i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t'i vendosni disa herë në ditë. Akullin nuk duhet vendosur kurrësi direkt në lëkurë. Masazhet. Masazhi nxit shërimin e shpejtë të muskujve të dëmtuar. Mjafton një masazh i lehtë 10 minutësh, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh ju mund të përdorni vaj ulliri ose vaj arkokosi. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës shkrin acidin urik në gjak dhe largon toksinat e akumuluara në inde. Për më tepër, uthulla gjithashtu ofron kalium, kalcium dhe minerale të tjera mirëbërëse. Mbajini këmbët në një vask ose në një legend të mbushur me ujë dhe pak uthull për të paktën 30 minuta. Një tjetër kur është edhe ajo me uthull molle dhe me mjalt. Përzieni 1 ose 2 lugë gjelle me uthull molle të pa filtruar në një gotë me ujë të ngrohtë dhe me pak mjalt. Pijeni këtë lëng 2 herë në ditë. Xhenxhefili. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin e gjakut dhe largon dhimbjet e këmbëve. Përdorni vaj xhenxhefili për të masazhuar këmbën 2 ose 3 herë në ditë. Pini çaj xhenxhefili me limon dhe me mjalt 2 ose 3 herë në ditë. Kujdes me xhenxhefilin, mos e teproni sepse hollon gjakun. Limoni. Kjo agrume e pasur me antioksidantë të cilët lehtësojnë dhimbjen dhe ekuilibrojnë pH-in në organizëm. Përdorni lëng limoni për masazh ose pini ujë me limon dhe mjalt 2 herë në ditë. Vitamina D. Njerëzit të cilët kanë mungesa të kësaj vitamine përballen shpesh me simptoma jo specifike të dhimbjes së këmbëve, mesit, trupit dhe gjymtyrëve të sipërme. Kjo vitaminë gjithashtu rregullon funksionin e kalciumit dhe fosforit, 2 minerale thelbësore për nervat dhe muskujt. Shijojeni rrezet e para të mëngjesit çdo ditë për 10 deri në 15 minuta. Konsumoni shumë salmon, sardele, qumësht, lëng portokalli e të tjerë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.